Jemi rikthyer në pjesën e tretë të fundit të emisionit. Jemi me Agim Kresniqin, me shkrimtarin, për të folur për ato që unë e përmenda pak në pjesën e dytë të emisionit, për ato çka po ndodh në gjykatën e Hagës. Mirëmbrëma, faleminderit shumë zoti Kresniqi që jeni mbrëmjen e sotme në Kuabat. Ju keni për një votim. Po. Ku flisni gjatë për ato çka po ndodh në gjykatën e Hagës. Dua ta nis nga ajo çka ju nxiti ju, nga hulumtimet, nga kërkimet që ju keni për të ardhur me këtë votim. Çfarë ju nxiti, çfarë ngacmoi krijimtarin tuaj për të shkruar? Fillimisht nxitja apo motivi për këtë libër merri në ditën kur u ngrit aktakuza ndaj ish-presidentit Kosovës dhe pa ta dhënë një intervistë në televizionet tuaja në Shqipëri se çfarë mendoja unë për atë aktakuzë. Dhe formën e reagimit të opinionit ndërkombëtar, sidomos, më shtyu që ta hulumtoj rrjedhën e sistemit të drejtës penale ndërkombëtare, në mënyrë që të shoh se si është ndërtuar, si funksionon dhe pastaj cilat janë ato sfidat të cilat paraqiten duke bërë një krahasim mes normës ndërkombëtare dhe fuqisë së politikës vendimarrëse, po e quaj ashtu, apo shteteve që kanë fuqi në politikat globale, siç janë disa shtete, për shembull, që tani. Çfarë keni zbuluar ju nga ky hulumtim që bëhet? Në libër e kam trajtuar si funksionon sistemi ndërkombëtar i drejtësisë, respektivisht drejtësisë penale. Dhe për ta studiuar këtë sistem, më është dashur të hyj në historikun e çështjes, sepse duhet dim se kush e ka dhënë këtë produkt, fjala po bjen dhomat e specializuara të gjykatës së Hagës, si ka rrjedh e curia, kur janë zbatuar normat ndërkombëtare, kur nuk janë zbatuar normat ndërkombëtare. Sidomos më ka interesuar te çështja e shqiptarëve, zanafilën e problemit shqiptar deri te zgjidhja e mundshme apo zgjidhja përfundimtare e luftës lirimtare të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Karakteri i saj. Kujt i shërbeu kjo gjykatë? Kujt i shërben kjo gjykatë? Kjo është standard ndërkombëtar. Dakord. Domethënë, po për te një standard ndërkombëtar. Bashkia ndërkombëtare ka edhe atë aspektin moral të qasjes së çështjeve të caktuara, konflikteve të caktuara. Dhe asnjë nuk mund të jetë i papërgjegjshëm, për shembull për krimet të cilat mund ndodhin në një konflikt të caktuar. Bashkia ndërkombëtare funksionon mbi bazën e këtij parimi. Dhe pse është ngritur gjykata speciale, nuk e kam kundërshtuar ngritjen e saj, mirë po kam analizuar procedurën dhe parimet se si funksionon kjo gjykatë. Dhe çfarë ju ka shqetësuar në këtë analizë që keni bërë? Mua nuk më ka shqetësuar fare asgjë, përkundër asaj çka unë kam pa, domethënë ecurinë e procesit. Okej. Ekzistojnë disa rregulla apo standarde juridike ndërkombëtare të cilat duhen zbatuar. Fillimisht duhet njohur, interpretuar, pastaj pritur ndonjë konkluzion apo konstatim se si ka evolvuar procesi. Në sistemin e drejtësisë ekziston parimi i prezumimit të pafajësisë, që është parimi bazë që një të pandehuri mos ta paragjykosh, përderisa nuk argumentohen provat. Pastaj standardi për barrën e provës që i bie prokurorit. Dhe nuk i bie palës së akuzuar që ai të vërtetoj që se ka bërë. Pastaj kam shku për te kësaj tek standardi për te dyshimit të arsyeshëm, që është esenca e shmangjes së arbitraritetit të organeve vendimarrëse apo gjykatave të kësaj natyre. Dhe parimi i fundit që e siguron gjithë procesin është parimi in dubio pro reo, që nuk kupton nëse provat nuk argumentohen, atëherë i gjithë interpretimi i çështjes shkon në favor të palës së akuzuar. Dhe në këtë kontekst kam bërë përpjekje që t'i argumentoj
të gjitha këto proceset të cilat kanë ndodhur, sidomos analizën e dëshmitarëve të rastit, formës prezentimit të provat të tyre para trupës gjykuse, por njëkohësisht edhe rolin e disa akterëve ndërkombëtar të cilët kanë qenë pjesë e nomenklaturës ndërkombëtare lidhur me konfliktin që ka ndodhur, çka është edhe produkti i aktakuzës për cilën ne po flasim. E bën shumë interesant librin fakti që i referohesh ngjarjeve reale dhe që janë tani në këtë kohë, zhvillohen në këtë kohë. Pse duhet që dikush ta marrë, ta lexojë, të shpletojë në brendësi të librit? Çfarë do të mësojë? Çfarë do të gjejë nga ajo që ju keni treguar aty? Fillimisht do ta gjejnë që për mua është shumë interesante, ecurinë e çështjes shqiptare nëpër periudha të caktuara, sepse nuk mund ta analizosh aktualen pa historinë. Nuk, bravo, shumë saktë. Ngelen 100 vjet prapa histori që faktikisht produkt i kësaj historie është lufta cilën e kanë bërë shqiptarët e Kosovës këtë rast, për të ardhur deri te situatën që ne gjendemi sot. Dhe si janë zbatuar normat ndërkombëtare, si është respektuar e drejta e kombeve për vetëvendosje, si është respektuar e drejta e kombeve për shtetëformim. Pse shqiptarëve nuk ju njoh kjo e drejtë që në zanafillën e këtyre rregullave apo këtyre parimeve pas zbehjes apo pas përfundimit të perandorisë osmane, cili ka qenë roli i akterëve ndërkombëtar të kohës që shqiptarët nuk i trajtuan si subjekt që do të ishin pjesë e vendimarrjes, por i trajtuan si objekt që territoret shqiptare u shfrytzuan për kompromise të këtyre akterëve. Duke qenë se është një çështje aktuale, në libër ju ngrini pikpyetje apo jepni përgjigje? Ngritën tezat, cilët jam munduar të hulumtoj dhe të vi të disa përmbledhje që quhen te realiteti. Nuk i kam vendos pik asgjëje, por i kam interpretuar në mënyrën më profesionale dhe më akademike, i panshëm, jo i nxitur nga nacionalizmi apo Është e mundur të emocioni. bëhet kjo? Si shkëputesh pa elementi nacional? Sepse e gjeja gjithë pozitivitetin e procesit në favor të kauzës shqiptare. Dhe unë isha i kënaqur që kisha mundësi që çdo proces që është analizuar, që nga marrëveshja Shën Stefani, Kongresi i Berlinit, Konferenca e Londrës dhe së fundmi paqja e Parisit apo në Francë, kam gjetur se si u faktorizua në botën moderne çështja shqiptare, si ndodhi ndarja apo rikonfigurimi i kufive në Ballkan, si ndikuan fuqitë e mëdha për të kënaqur, domethënë apetitet hegemoniste të shteteve përreth, dhe pse fuqitë e mëdha vendosën në atë formë kur ne nuk e kishim asnjë faktor që do të na mbështeste në këtë procedurë përjashto së fundmi presidentin amerikan Woodrow Wilson që vuri veto që shteti shqiptar duhet të ekzistojë. Duke njohur jo vetëm historinë, por dhe situatën në mënyrë shtëruese, çfarë mendoni ju? Çfarë do të ndodhë me ato? Çfarë do të prodhojë? Për këtë fjalën. Për Hagën. Unë jam shumë i bindur duke njohur procedurën dhe çështjen. E çështjes dhe duke njohur kredibilitetin dhe si më thon fuqinë politike, diplomatike, në marrëdhënien ndërkombëtare që ka marrë kjo gjykatë, unë mendoj se ata do të jenë shumë korrekt në respektim të standardeve juridike të cilat unë i përmenda. Që të gjitha këto standarde të cilat i përmenda, po i përsërit në fillim, po.
po i përsërit edhe herë për shkak të dëgjuesve, prezumime i pafajësisë, bara e provës që bie mbi prokurorin, që përmes dëshmitarëve, që për mendimin tim dëshmitarët e prokurorisë nuk kanë qenë bindës atë çfarë unë kam mendu, njëkohësisht tek dëshmit e arsyeshme, që është një nga rregullat, dhe te parimi in dubio pro reo, unë mendoj që gjykata do të bie një vendim meritor, sepse gjasat janë ndoshta nuk duhet të paragjikoj vendimit, por gjasat janë minimale që të vërtetohet fajësia e të akuzuarve në bazë kësaj procedure. Nëse respektohen këto parime, dhe që jam i bindur që do të respektohen, sepse humb besueshmëria e çdo qytetarin, çdo shtet karshi mekanizma ndërkombëtar që i kanë krijuar vetë, dhe se kjo ma krijon bindjen. Ekziston një rregull, po e përmendi si shembull, pse mendoj ashtu? A është bindur gjykata për ato prova që janë ofruar? Po e marr një shembull, sikur një kirurg do ta kryejë një operacion kirurgjik dhe pacientit i thotë 70% gjosat janë që ti apo operacioni do të jetë i suksesshëm, ndërsa 30% nuk mundet me bind pacientin për mu futë në ndërhyrje. Po, aje do në sigurinë e plotë, që po që se futet në këtë operacion, do dali me sukses. Del me sukses. Këtu po e lidhit e prova e prokurorisë, karshi gjyqtarëve. Nuk mendoj që është bind gjykata me ato prova cilat janë ofruar. Kanë dalë. Me bindjen tuaj dhe me shpresën që do të lexohet sa më shumë libri, unë dua të të falenderoj shumë që ishe mbrëmjen e sotme në Ku Abadis dhe shpresoj që të kemi sërish sa më shpejt. Faleminderit shumë. Faleminderit ju që na keni ndjekur, faleminderit që ishit prezent në emisionin e sotëm në të treja pjesët ku diskutuam për Shqipërinë edhe për ato që ndodh në Hag. Unë ju falenderoj për vëmendjen, mirupafshim.